Do të flasim për artin, pra pasqyrimin e kësaj bote krijuese, për e cila hidhet pastaj në arte figurative, mund të jetë piktura, mund të jetë skulptura, mund të jetë filmi, kinemaja, teatri, të gjitha me radhë siç përmendëm edhe më herët, forma të artit të cilat pasqyrohen pra në këtë rrafsh dhe më pas ne, artdashësit, tërhiqemi dhe kalojmë kohën duke u njohur, duke e dashur ndoshta krijimin e një artisti, duke e shijuar një shfaqje teatrale, duke e parë me shumë dëshirë edhe një film. Të gjitha këto janë ushqim për mendjen edhe për shpirtin, patjetër. Ne do të ndalemi sot tek të pasurit dashuri për artin, edhe nëse ne jemi një popull artdashës, ne shqiptarët e duam muzikën, filmin, të gjitha me radhë. Po e nis me zotin Gurakuqi, ndoshta po të më bëni edhe një krahasim, ndoshta se si ka qenë dikur edhe sot kjo kjo qasje ndaj po themi filmit. Tani unë jam në radhë parë ju falenderoj për ftesën, edhe ju sjell nga familja ime, përshëndetje, për emisionin shumë të dashur të mëngjesit që organizoni dhe unë e kam shprehur edhe në bisedë telefonike me Ermelindën, simpatin ton familjare për emisionin tuaj. Ju falenderoj nga zemra. Kështu që na shoqëron në mëngjes ky emision. Për sa i përket temës në fjalë, tani unë këtu jam më i vjetri, jam quasi pothuajse 70 vjeç. Kështu që kam kaluar një rini, të themi në kohën e diktaturës, por të mbushur me art. Të mbushur me art sepse isha fëmijë i dy prindërve artist, e nënës këngëtare, i babait regjisor, që punonin në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit të dy. Kështu që më fal, u rrita me këtë frymën e dashurisë për artin dhe kulturën, por ju e thatë shumë mirë që populli shqiptar është artdashës. Ku është prej popullit shqiptar dashurinë për artin? Në jetën e përditshme, në dasma, në gëzime familjare, në ditëlindje etj, është populli i hareshëm. Aq edhe i vrasht në momentet caktuara. Po është populli i hareshëm, e do këngën, e don muzikën, e don vallën, ka qejf të kërcej etj. Dhe kjo është arsyeja them që ky popull nxjerr shumë talente. Pastaj nuk ka rëndësi sistemin në cilin jeton popull, sepse ndjenjat e veta nuk ja pranon dot asnjë lloj sistemi. Pavarësisht provave që janë bërë për ta frenuar këtë gjë në histori? Ajo ka të bëjë me drejtimin, pra për të bërë një art të realizmit socialist. U tha, atëherë ky art do bëhet dhe mbaroj. S'di që do të vijë në partisë. Po, patjetër. E kuptoj. Tani unë nuk duhet që të bëj kritikën se përshije nuk i takoj asaj rrymë, përshije. Po, nuk dalemi te krijimi, po më shumë te ajo përqafimi që ka marrë. Po, por kjo dëshira e popullit për të ekzibicionuar, për të interpretuar etj, duket që në zanafillën e karakterit të njeriut. Kështu që unë për shembull në shtëpinë time kur isha fëmijë gjeta tek ato të themi dokumentat familjare, gjeta një libër me këngë popullore që quhet Lyra Shqiptare. Aty gjeta këngët popullore më të famshme të viteve 20-30, e kupton? Pra, kjo dhe për arsye sepse nëna ishte këngëtare në ansamblin popullor, ansamblin e këngëve dhe valleve në atë kohë. Dhe që ai ishte arti i saj që ajo përpunonte çdo ditë në ansamblin e shtetit. Por në të njëjtën kohë, të njëjtën gjë duhet të them dhe për Timati, i cili kishte marrë pjesë në themelimin e institucioneve kulturore në Shqipëri, që në themelimin e korit të shtetit, ka qenë pjesë e tij, ku kanë marrë pjesë edhe shumë personalitete tjera të mëvonshme.
Pra, gjithë kjo bëri që të të trashëgohet ajo frym. Dhe pastaj vitet bëm punë vetë, erdhi periudha e gjimnazit, në gjimnazën e vazhdonim kontaktet si sportive shumë. Jemi marrë shumë me sport, por edhe me aktivitete kulturore, edhe pastaj erdhi shkolla, arsimimi në të fushë. U profilizu. Kështu që u përballëm me një dëshirë jo të rastësishme, po dëshirë të lindur, e cila u përpunua pastaj në shkollë, në shkollën 8 vjeçare, shkollën e mesme, unë kam marrë pjesë në Pallatin e Pionerëve, në ato grupet kam marrë pjesë edhe në grupin e teatrit, edhe në degën e muzikës kam studiu violonçel me Muharrem Denisi. Pra, e kështu, po si unë ishin me dhjetra me qindra, të cilët më vonë pastaj u bën artista të njohur, jo rastësisht, edhe gjithë këtë rrugë kanë bërë, shumica po them. Ju jeni rritur në një mjedis ku flitej për artin, pra flitej për muzikën, sa të flitet për filmin, dhe ka reflektuar kjo pastaj që në fëmijëri, ndoshta në ndonjë dallim ose ndryshim që ju mund të keni patur në krahasim me fëmijë të tjerë që nuk i kanë patur prindrit artist? Tash unë bombardohesha çdo ditë. Bombardohesha çdo ditë. Kupton, edhe fëmia kur bombardohet nga të dy prindrit, po jo vetëm nga prindrit, edhe nga gjyqja ime. Tash s'duhet të flas për në detaje shumë më të hollësishme, por erdhi momenti, po e them, që gjyqja ime Angelina Temali ka qenë aktore teatri në Shkodër. Ajo studionte në Institutin e Murgeshave Stigmatine në Shkodër, ku kishte një deg teatri. Dhe në librin e 100 vjet teatër në Shkodër, të shkruar nga regjizori Andreas Kanjeti, në një nga faqet e librit thot, edhe sot e kësaj dite, mahet mend thot, për interpretimin e shkëlqyer thot, aktoria nxanse Angelina Temali. Pra, dhe këtë vetë ma thonte edhe gjyqja kur më konte atë mëngjesin, sepse nuk hanim, ishim në Azeli, nuk hanim. Po kështu, në Shkodër kanë funksionuar disa shoqata teatri. Dhe një nga këto ka qenë shoqata Vllaznia, drejtuar nga Hil Mosi, ku degën e teatrit e drejtonte gjyqi im Kol Gurakuqi, i cili ka shkruar 6 pjesë teatrore. Dhe sot janë në arkivin e shtetit. Pra, unë bëra një historik të shkurtër, për të kuptuar që unë s'kisha ushqim tjetër kulturor, përveç se ushqimit të familjes, të cilët menduan një ditë bukur që të më provojnë. Pra, sa vlente lëkura ime. Edhe më provuan. Më çunke Robert Radoja, Roberti më bëri një audicion, një provim, po tha, ky tha, ka vesh muzike. Se veshi muzikës i duhet gjithkujt, dhe ati që këndon dhe ati që flet. Kështu që e kështu vazhdoj, pastaj rruga. Pra vërtet i bombarduar në kuptimin e mirë të fjalës me art, edhe që kjo gjë pastaj besoj reflektohet edhe në krahasime të tjera. Te kjo doja të dilja tek ushqyerja që në moshë të vogël me artin në tërësi, pa e ndar llojin. Rozi, mendon edhe ti që në fakt që në moshë të hershme duhet nisur kjo lloj dashurie? Ajo varet në kur artikulohet brenda nesh, sepse ushqimin ti e merr në forma të ndryshme, dikush e merr familjar, dikush e merr një vetdije të brendshme që ajo artikulohet nëpërmjet asaj çfarë ti merr nga fshisat dhe përfton, por brenda nesh secili nga ne është artist. Secili është aktor, është muzikant, pra është prodhuar nga qenia njerëzore, nga nevoja për të shprehur diçka të brendshme që ndjen ti. Kjo është nevoja jonë, e çdo njeriu, pra është gati në instiktive, nëse ju shikoni se si njerëzit e parë
e lindën teatrin e hijeve, kur me zjarrin e madh edhe ti shikoje të shpellat drithijet e madhe se si zmadhoi figura, kjo është teatri. Dhe çfarë bën ai? Nuk tregonte asgjë më tepër, vetëm një histori se si e ka vrarë atë kafshën që e ka sjell këtu dhe e ka hiperbolizuar për t'i dhënë forcë, trimërie, për ta rritur figurën dhe për ta zhvilluar atë imagjinat dhe fantazi pastaj. Pra, kjo nevojë qëndron brenda nesh. Unë prej 25 viteve që jap mësim në Akademinë e Arteve, Universiteti i Arteve tashmë, çdo studenti kur vjen ditën e parë i them pse zgjodhe këtë, pse ke ardhur te kjo shkollë. Do dua të di spunton e parë. Po? Pse e ke zgjedhur? Si përgjigjen zakonisht? Ka të ndryshme, por unë për shkak nuk jam dakord me shprehjen se kur kam qenë unë i vogël, kështu ti je rritur tashmë. Ti ke një vetdije tjetër, ti ke marrë një po, ke një optik tjetër për çdo gjë. Jo kur kam qenë i vogël. Pra unë dua të di sot, kur ti je adult, ke ndërtuar vetveten, ke ndërtuar disa cilësi të tua të karakteriale të vetëdijshme. Çfarë është zgjedhja, është folja më e bukur që ekziston në botë të zgjedhësh? Ke një oportunitet shumë të madh për të... Është e drejtë e zbatuar. Po, është një drejtë e madhe që ne kemi dhe nuk dim nganjëherë shpesh ta vlerësojmë. Dhe nëse ti ke një thirrje të brendshme për të bërë këtë gjë, se arti do vetmohim, duhet të dhurohesh. Të dhurohesh. Ti punon me orë të stërzgjatura, edhe që nuk janë as të paguara, as të kuptuara nga shumë njerëz. Se për të arritur atë që ti vërtet të ketë vlerë të madhe, apo të kaloj përtej normales, apo asaj të përgjithshmes, për atjet e veçanta në të përgjithshmen, duen shumë orë pune, duhet sakrificë, duhet të rish gjatë gjithë kohës, edhe nëse nuk je në studio duke punuar, po ti je gjatë gjithë kohës me këtë punë, edhe në shtëpi, edhe kur je duke bërë punë mediokre, apo një punë të përditshme, e kryen me mendimin, për ati e kryen mekanikisht atë punë, nuk dhurohesh tek ajo punë. Kurse në arti duhet dhurohesh 100%. Po përdor një shprehje të Stanislavskit, babai i teatrit, që thotë ne kur hym në studio, ne duhet i heqim hallet tona si një pallto, edhe t'i vendosim atje. Po është shumë e vështirë për ta bërë këtë.